Dhe duke dashur t'i shpjegoj kolegëve socialistë dhe kryetarit grupit tyre që quorumi nuk është një rastësi që është vendosur në rregullore. Pa plotësimin e quorumit nuk mund të vazhdoj mbledhja e komisionit dhe mbledhja e këshillit, po doni juve, sepse ne presim këtu edhe çerekore edhe 20 minuta sa të vinë gjithë këshilltarët që të plotësohet quorumi që të fillojë mbledhja, se ndryshe pa formimin e quorumit nuk çelet mbledhja e këshillit bashkiak. Në të njëjtën formë procedohet edhe me komisionet. Nëse nuk ka quorum, nuk mund të konsiderohet e kryer procedura në komisionin juridik dhe pa kaluar një projekt vendim në komisionin juridik, që është një nga komisionet më të rëndësishme për t'i dhënë ligjshmërinë projekt vendimit, më pas për të trajtuar në komisionet e tjera sipas përcaktimeve, ne nuk mund të sjellim projekt vendimin në mbledhjen e këshillit për të diskutuar. Kështu që mendoj që ajo që ngriti zoti Nika është shumë e drejtë, pra ky projekt vendim nuk ka marr miratimin e komisionit juridik, sepse nuk është plotësuar quorumi, se për faj të kujt kjo pak rëndësi ka. Rëndësi ka që nuk është plotësuar quorumi, një kërkesë ligjore. Sa i përket këtij renditite, nuk e kuptoj, domethënë se shpeshherë përpiqem gjithmonë që të jem argumentues, edhe gjithmonë duke u bazuar në ligj dhe në rregullore. Kemi sot për të diskutuar 21 pika në rendin e ditës. Bashkë me atë të ndryshme 22. Ne kemi miratuar një rregullore këtu. Janë akte që dalin në zbatim të ligjit, se mos nuk i din këta, tu a themi tani do fillojmë bëjmë leksione që t'i kuptojnë, edhe ata që drejtojnë komisionet, edhe juve që drejtoni këshillin. Në nenin 65 pika 2 thuhet shprehimisht: numri projekt akteve të përfshira në rendin e ditës në çdo mbledhje të mos jetë është taksative, më shumë se 10. Ndërkohë që projekt akte që përfshin buxhetin, paketën fiskale, dhënie koncesionesh, partneritete publike private, analiza ekzekutive, numri akteve të përfshira në rendin e ditës nga bashkia të mos jetë më shumë se 5. Tani unë nuk e kuptoj dot. Ne në të dy rastet jemi në shkelje. Edhe në rastin e parë, të arsyetuar në pikën 2 të nenit 65, edhe në rastin e dytë. Ne kemi 22 pika në rendin e ditës. Është absurde. Në cilin ka edhe për buxhetin, sepse kemi një rishikim, rialokim që ka të bëjë me rishikimin e buxhetit, që normalisht në këtë mbledhje ne nuk duhet të kishim më shumë se sa 5 pika në rendin e ditës. Dhe këto 5 pika nuk i përcakton opozita, zonja kryetari, përcakton kryetaria bashkisë bashku me stafin e saj, kush janë prioritetet dhe emergjencat kryesore për të paraqitur në këtë mbledhje. Nëse kanë urgjencë që duhet i miratojmë, bëjmë 2 mbledhje, çfarë problemi ka? Po ne nuk mund të vim këtu e të bëjmë sikur nuk dim dhe nuk kuptojmë, ku rregulloria, që është një akt në ligjor, i dalë në zbatim të ligjit për pushtetin vendor, po shkelet sa herë ju do shefi juve si drejtues të këtij institucioni dhe këtyre zotrimeve që këtu janë të ftuar, po që ne normalisht mbi zbatimin e ligjit dhe të rregullores ne shqyrtojmë projekt akte të paraqitura nga administrata e bashkisë. Unë ju kërkoj që nëpërmjet edhe kolegëve kryetarëve të grupeve, ju si kryetare të kërkoni 5 minuta pushim, ta trajtojmë këtë që unë sapo ngrita, të gjejmë konsensusin për pikat që duhet së bashku me administratën, të tjera të kalojnë në një mbledhje tjetër dhe të vazhdojmë.